Mbrëmja e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova pritet të jetë një nga më të komentuarat e këtij edicioni, duke premtuar zhvillime të papritura, përballje emocionale dhe diskutime që mund të ndikojnë drejt për drejt në rrjedhën e lojës. Atmosfera në shtëpi është ndjerë ngarkuar që gjatë ditës, ndërsa banorët duken të tensionuar, në pritje të asaj që do të ndodhë gjatë spektaklit live. Një nga momentet më të përfolura të mbrëmjes lidhet me Albën, e cila pritet i drejtohet produksionit me një kërkesë të pazakontë. Ende nuk dihen detaje të plota rreth asaj që ajo do të kërkojë, por burime brenda shtëpisë lën të kuptohet se bëhet fjalë për diçka personale dhe mjaft të ndjeshme për të. Kjo kërkesë do të diskutohet hapur në prime, përpara publikut dhe banorëve të tjerë. Çka pritet të sjellë reagime të forta dhe ndoshta edhe debate mes tyre. Mbetet për tu parë nëse produksioni do ta miratojë apo jo kërkesën e saj, dhe çfarë ndikimi do të ketë kjo në gjendjen emocionale të Albës. Ndërkohë, një tjetër moment kyçi mbrëmjes do të jetë rrëfimi i plotë i Elionës. Pas disa ditësh reflektimi dhe situatash të ndjeshme brenda shtëpisë, ajo do të ndajë me publikun dhe banorët një histori personale, e cila pritet të zbulojë anë të panjohura të saj. Ky rrëfim mund të ndryshojë mënyrën se si ajo perceptohet në lojë, duke sjellë më shumë empati, por edhe diskutime mes banorëve që mund ta shohin këtë si një moment të fortë strategjik. Për t'i analizuar të gjitha këto zhvillime, në praim do të jetë i ftuar edhe Valdrin Sahiti, i cili do të vijë në rolin e opinionistit. I njohur për stilin e tij të drejtë dhe komentet pa filtra, prania e tij pritet të shtojë dinamik në studio, duke ofruar këndvështrime të forta për sjelljet, marrëdhëniet dhe vendimet e banorëve. Me emocione, surpriza dhe diskutime të nxehta në horizont, kjo mbrëmje e Big Brother VIP Kosova duket se do të mbajë publikun të mbërthyer para ekranit deri në minutën e fundit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.